Irani po forcon kontrollin mbi ngushticën strategjike të Hormuzit, një nga korridoret më të rëndësishme energjetike në botë, ndërsa konflikti në rajon vazhdon të tensionojë tregjet globale. Sipas një investigimi të Reuters, Teherani ka vendosur një sistem të ri shumë nivelësh për kalimin e anijeve në këtë rrugë detare, që përfshin verifikime të detajuara nga autoritetet iraniane dhe në disa raste pagesa për të garantuar kalim të sigurt. Ngushtica e Hormuzit është pika nga ku kalon rreth 20% e furnizimit global me naftë, duke e bërë atë jetike për ekonominë botërore. Reuters ndoqi udhëtimin e një supertankeje me naftë irakiane, e cila lundroi drejt Vietnamit pasi kishte qëndruar për javë të tëra pranë Dubait në pritje të miratimit për kalim. Sipas burimeve të cituara, procesi i autorizimit kontrollohet nga Marina iraniane dhe Garda revolucionare, të cilat vendosin se cilat anije lejohen të kalojnë. Një ish zyrtar i inteligjencës izraelite deklaroi se Irani po e përdor kontrollin mbi Hormuzin jo vetëm për siguri, por edhe për përfitime ekonomike dhe politike, duke favorizuar vende aleate si Rusia dhe Kina. Raporti zbulon se sistemi iranian funksionon me nivele prioriteti. Anijet e lidhura me aleatët strategjik të Teheranit kalojnë më lehtë, ndërsa vendet e tjera duhet të negociojnë përmes marrëveshjeve qeveritare. Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Thesarit ka paralajmëruar kompanitë dhe shtetet për rrezikun e sanksioneve nëse kryejnë pagesa ose kërkojnë garanci nga Irani për kalim në ngushticën e Hormuzit. Kontrolli në rritje i Teheranit mbi këtë korridor jetik po shton shqetësimet ndërkombëtare për sigurinë energjetike dhe për ndikimin që kriza në lindjen e mesme mund të ketë mbi ekonominë globale.